Rreshtet e shiut të pranverës të cilat kanë prekur qytetin këtë të shtunë bën që prurjet e ujrave të bardha të shiut, të cilat vinë drejt hidrovorit të Vlorës, të jenë të konsiderueshme. Rreshje shiu me intensitet mesatar të rëna për orë me radhë për gjatë kësaj të shune shkakton rritje të nivelit të prurjeve në hidrovorin kryesor të Vlorës. Për këtë arsye, duke parë rritjen e nivelit të prurjeve, hidrovori i qytetit kaloi në gjendje gatishmërie. Në brendësi të tyre u vendosën në funksion pompat kryesore për të bërë të mundur largimin sa më parë të ujrave të bardha të shiut nga rruga dhe nga zona të qytetit të Vlorës e jo vetëm. Po ashtu siç ndodh zakonisht në ditë me rreshje shiu, krahas shtimit të nivelit të prurjeve në hidrovorin kryesor të qytetit, është shtuar edhe sasia e mbeturinave që kanë bërritur aty, siç ndiqet edhe nga pamjet. Në zgarën kryesore, e cila funksionon si port pritëse e mbeturinave, është një sasi e konsiderueshme e mbetjeve të grumbulluara aty. Jo vetëm kaq, por gjatë gjithë kohës, nëpërmjet ujrave të bardha të shiut, qartësisht e dallueshme edhe nga pamjet, dallojnë të tjera mbetje urbane që vinë drejt hidrovorit me kapacitetin e tyre që shtohet çdo ore më tepër. Të gjitha këto mbeturina që grumbullohen aty janë të hedhura në kanalet kulluese të qytetit të Vlorës, në kuneta, në rrjetin e kanalizimeve apo edhe në sistemin e shkarkimit të çdo banese apo biznesi. Mbeturinat e hedhura aty nga qytetarët, administratorët të bizneseve që përfundojnë në rrjetin e kanalizimeve, si dhe në hidrovorin e Vlorës më pas. Këto mbetje të shumta, kryesisht plastike, por edhe me materiale robe, ku nuk mungojnë orendit shtëpiake, madje dhe pjesa automjetash, shkaktojnë më pas bllokim të rrjetit të kanalizimeve, e rrjedhimisht të sistemi qendror të kullimit në qytetin e Vlorës, e duke u bllokuar rrjeti i kanalizimeve, më pas qyteti përballet me një sër pasojash, të cilat shkaktojnë edhe përmbytje, e në shumë raste me dëme kapitale materiale në banesa dhe biznese.